Në një intervist, Ylli Limani ka treguar se shumë njerëz e mendojnë gabim emrin e tij, gjë që ndodh shpesh në Shqipëri. Ai ka sqaruar se emri i tij është Yll, pa i, dhe shpesh korrigjon këtë keqkuptim. Një sherr që degradoi në përplasje fizike është regjistruar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Dy banoret, Dolce dhe Alba, u konfliktuan fillimisht verbalisht, ndërsa situata agravoi pas një komenti të interpretuar si provokues. Debati kaloi në tension fizik, por ndërhyrja e banorëve të tjerë shmangu për shkallëzimin e mëtejshëm. Mbetet për të parë nëse ky incident do të ketë pasoja apo do të mbetet një episod i izoluar brenda shtëpisë. Këngëtarja e njohur Teuta Selimi ka surprizuar ndjekësit me një ndryshim të dukshëm në pamjen e saj. Në fotografinë e fundit të publikuar, ajo shfaqet me një stil më modern, flokë të drejta, të gjata dhe të zeza, duke reflektuar një imazh më të freskët dhe rinor. Ky transformim e dallon nga pamja me të cilën publiku ishte mësuar prej vitesh dhe tregon një fazë të re në imazhin e saj publik. Një dyshe që askush nuk e priste, Bleona Qerreti dhe Bes Kallaku kanë surprizuar ndjekësit duke u shfaqur së bashku në një moment festiv. Të dy kanë publikuar një foto ku shihet duke ndezur qirind për festën e Krishtlindjes, duke përcjellë një atmosferë paqeje dhe drite. Ajo që nxiti menjëherë dyshime ishte mbishkrimi i Bleonës, mirënjohëse për gjithçka që kam dhe për gjithçka që po vjen. Kjo frazë ka bërë që fancat të aludojnë për një bashkëpunim të mundshëm mes dy artistëve, në muzikë apo një projekt të ri.